u merr 2, do jetë po ashtu afër 3-shit, nëse Lëvizja Bashkë merr 1, do jetë po ashtu afër 2-shit. Pra kemi shumë mandate të cilat janë në djegje sipër për arsye të këtyre votave që po i afrohen mandateve të radhës dhe po djegin mandate të cilat shkojnë në mënyrë automatike, do të thoja, dhe fatkeqësisht drejt Partisë Socialiste. Gjithashtu, Gjithashtu ka dhe arsye të tjera. Duhet të marrim parasysh që PD-ja është në një krizë, PD-ja është në krizë, por çfarë ndodh nga sot? A e ka bërë gati fjalimin më përpara, mendoni zoti Berisha, e priste këtë? Unë ndryshe nga të tjerët mendoj që Berisha nuk është deluzional, e priste. Mendoj që ajo që ka bërë me listat, ato qokat që i konsiderojnë analistë të tjerë, janë realisht të këtilla sepse janë le të themi një grejs i fundit, një lamtumir, një nder i fundit që ai ka bërë disa figurave të veta ndër vite, duke marrë parasysh që kjo do e cënonte dhe do e çonte drejt një humbje automatike. Ku shkon PD-ja tani? Do kalojnë në duart e SBI-s apo do rikthehet grupi Bardhit? Personalisht mund t'ju them një gjë. Rezultatet më të mira në 4 zgjedhjet e fundit PD-ja i ka arritur me zotin Basha. Në 2021 që ishte më pranë se kurrë. Ai rezultat duket lule. Tani duke marrë parasysh që liderët, ne në Shqipëri kemi qef të themi që liderët janë ata që i do partia e vet, por faktikisht partia është me antar, është me njerëz të involvuar politikisht. E vërteta është që lideri në një partie duhet ta dojë populli që e voton pa pasur ndërlidhje me atë parti. Dhe kemi parë që në 2013, madje sot në 2025, rezultati është pak a shumë ai 2013-s, i cili detyroi zotin Berisha të jap dorëheqjen. Ndërkohë që 2017 dhe 2021, rezultate për të cilat fajsojnë Lulzim Bashën, dalin më pranë dhe del një PD më e arritur se sa ajo e zotit Berisha në 2 raste kundra zotit Rama. Por që mendoj që edhe kjo është një aspekt që duhet parë dhe duhet diskutuar. Zoti Berisha rroft sa malet, por ka dhe një moshë të caktuar dhe mendoj që është koha për një pension politik. Edhe diçka të fundit kam, tani duket se hyjnë në punë $6 milion. Besoj që nga dita e sotme për këtë punë, për këtë ditë u deshën. Çfarë ndodh me Lacivitën? Çfarë pritet nga Shtetet e Bashkuara? Pritet një njohje zgjedhjeve apo sipas PD-s kjo do ta arrijë ta pengojë ndoshta për një moment caktuar? Lacivita ka qenë një figurë qesharake. Nuk e di si arrin disa figura të këtilla të glabërojnë mendjen dhe portofolat e jo vetëm popullit të thjesht në thonjza, por dhe të politikanëve të cilët duhet kenë një farë eksperience. Mendoj që kjo është për arsye sepse dhe politikanë të këtill hidhen në valle me figura të këtilla. Është e nevojshme të bëhet një investigim si për çështjen e Lacivitës, si për $6 milion, si për çdo problematik të mundshme që ka lindur nga secila palë nga çdo anë ditët e fundit, dhe mendoj që duhet të heqim dorë përfundimisht nga ky kompleks i inferioritetit kur vjen një amerikan i rëndomt me një figurë të ezauruar në përbot nga Zelanda, Australia e deri këtu, të cilët na premtojnë mrekullira. Pse? Sepse flasin anglisht dhe nuk janë shqiptarë dhe këta duhet të vendosin dhe këta janë prisit. Unë mendoj që është një mentalitet i gabuar dhe i jep hapësirë babuinëve si Lacivita që të japin mend. Ebi, faleminderit shumë. Të falenderoj shumë për ftesën.